Edhe sot ja ku jemi me horoskopin nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e diel 7 dhjetor 2025. Dashi. Ditë vërtet e mirë. Në dashuri mund të kapërceni tensionet, por ju urreni njerëzit që përpiqen t'ju detyrojnë të bëni gjëra që nuk ju pëlqejnë. Demi. Ndonjëherë problemet që lidhen me të kaluarën kthehen dhe lodhja e bën veten të ndjerë. Në marrëdhëniet prindër-fëmijë ka disa momente shqetësimi për të mbajtur nën kontroll. Binjaket. Zgjidhni rrugën e drejtë për drejtë nëse keni nevojë të bisedoni me një person. Bëhuni më të durueshëm me një person që ju shpëton. Gaforja. Ju duhet të mblidhni të dashurit tuaj rreth jush, të kaloni një periudhë të energjisë së re. Për disa tani është e mundur të kthehen në dashuri si dikur. Nëse keni bërë një gabim ose mendoni se jeni larguar shumë nga një person, do të jetë e mundur të shëroheni. Luani. Situata e dashurisë i nënshtrohet disa dyshimeve dhe familja gjithashtu grindet për arsye të parave. Vëmendje ndaj fjalëve, instinkt për të frenuar. Virgjëresha. Fat në takime dhe gjithashtu në dashuri. Fitnes në rikuperim. Peshorja. Do të përjetoni një situatë të këndshme gjatë gjithë ditës. Në dashuri ka edhe një mendim më shumë, këtë herë pozitiv. Akrepi. Forcë e mirë në çështjet ekonomike dhe praktike. Mbrëmje argëtuese. Shigjetari. Përkundër gjithçkaje ju ndjeni një aluzion të agjitacionit tek ju. E di që është e vështirë, sidomos në familje, me atë që e doni, por nëse përsëri mund të qëndroni do të shihni një ndryshim të mirë. Britsjapi. Në mëngjes është më mirë të mos detyroni situatat, pasdite gjërat shkojnë shumë më mirë. Në dashuri mos ikni, ka nga ata që kërkojnë qartësi dhe një hap përpara do të hidhet në këto ditë. Ujori. Dashuria zë vendin e pasëm. Ka pak para ose ka një mosmarrëveshje të vazhdueshme me një institucion, taksat në pritje. Peshqit. Një ditë që ndihmon për një rikuperim të mirë psikofizik, ju keni një vitalitet të bukur dhe gjithashtu një bukuri të shkëlqyeshme. Sot mund të merreni me pothuajse gjithçka. Regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Kalofshi një mbrëmje të mirë.